që nuk është bo sot duhet, nuk po vazhdon me u bo, konsideroj që mu shumë mëdhimin edhe mjekët e rritë cilët kanë vullnet jashtëzakonshëm, kanë dëshirë të jashtëzakonshme, edhe nuk ju japet mundësia. Nuk ka sen ma keq, edhe nuk ka elemente ma të këqija se sa ti dënë me u shkollu, me ofru shërbim vetën me qitë në dispozicion edhe ty një grupi njerëzve mos me të japet të mundësi. Sikur me t'i shu ondra. Ta shkur një mjek pret 3 dhe 5 vite për një ndarje të një specializimit, ose marrjes, ose profilizimit të ti, ajo është sikur me jetu atë që e thash ma herët, sot për nesër, ajo nuk e din në një të ardhme të shkurt e as të gjatë se ku ka me qenë, çfarë drejtimi po merr jeta e tij. Opcioni B zgjedh migrimin thonë. Absolutisht. Kjo është më e dhimbshme. Po shkojnë mjek të ri jashtë, në vend që konsideroj që këtu ka kushte edhe ka mundësi me bon investime edhe ata njerëz të cilët janë jashtë, me ekspertizën e tyre të lëmive të ndryshme me stimulu që me ardhë. E këto po humb motive dhe dëshira për këto që janë, e le mos të flas mo që nuk kanë politikë bërë as për mjek të jashtëm. Një vend me Për qeveri... shembull, shahune mjek të lëmive specifike që vinë për shembull i Turqi ose të nacionalitetet të tjera, po nuk stimulojnë mjek tonë me ardhë.